vilën e Surrelit. Ata gjithmonë kanë fshehur faktin që ata kanë projektuar edhe shtëpinë e Edi Ramës. Kush e ka paguar këtë? Sa ka kushtuar? Sipas këtij dokumenti, projekti quhet Vila Dajti, dhe nga pamja shihet qartë se është projekti i vilës së Surrelit, ku jeton kumbari Edi Rama. Pse ata kanë projektuar atë shtëpi edhe më pas kanë edhe konstruktimin e qendrës së hapjes së dialogut brenda kryeministrisë, edhe të gjitha monumentet që janë bërë për dëshmorët të 21 janar? Unë jetoj në një shtëpi që është ndërtuar si qindra mira shtëpi që kanë ndërtuar shqiptarët me 2 kate, me 3 kate, me 5 kate, unë nuk e kam me 2, 3, 5 kate, e kam si mbas dëshirës dhe mënyrës si e shohun botën. Pra është një shtëpi e çuditshme. Tani, mbi mua 30 metra është një familje nga Veriu që kanë ardhur vite përpara dhe kanë një super shtëpi me 3 kate dhe ta gëzojnë. Patjetër, mbi mua më mujë janë njerëz zakonshëm, punëtorë e tjerë, ta gëzojnë. Dhe palaçot përdorin fjalën saraje. Po pse janë saraje? Për çfarë arsye janë saraje? 50 metra ballë. Për çfarë arsye janë saraje? Çfarë do të thënë? Po tani të lutem tani mos më fol për ignorant tash. Un po të them edhe tjetër që nuk matet me 50 metra se un nuk jetoj, nuk është hapësirë banimi e gjithë ajo, është muri rrethues që është dhe muri shtëpisë, po kjo është arkitekturë. Dhe kjo arkitektura Kryeministri ka dalë nëpër ekrana për të fyer protestat në Shqipëri, duke thënë ti duhet të provosh që unë jam kumbar. Unë besoj se është shumë qartë, del shumë qartë nga ky libër që në fakt ai është kumbari.